Fillova të vuaja dhe filloja domethënë të fajsoja pak babin tim se ka qenë natyrë fanatike dhe nuk më ka lejuar që të punoj që unë t'i nxjerr ato parat. Jemi rritur me atë idenë që do rritesh, do martohesh, do bësh fëmijë dhe sa bukur, po në fakt asnjëri nuk më kishte Përgatit. përgatitur për Ja, ja. ndryshimet që sjell ajo fazë. Mua është dashur shumë punë për të qëndruar në zemër. Unë nuk e kam pasur frikë vdekjen, nuk kam pasur frikë vetëm babin edhe jetën. Do më thënë ti nuk ishe frikë të vdesje, Jo. po kishe frikë të jetoje. Përshëndetje. Përshëndetje Frida. Tani më njëna unë në ti jemi kështu një njohje rasisht. Po, Edhe rasisht ke dëgjuar për podcastin tim, rasisht ke ardhur këtu, po unë jam shumë e lidhur me Universin dhe besoj që rasia është sinkronizëm. po e vërtet. Kështu që, si që di dhe ti podcasti më flet vetëm për rrugtimin e botës së brendshme. Po, e kam parë, i kam ndjekur këto ditë videot e tua, shpjegimet, meditimet, edhe zëri jot më ka pëlqyer shumë, e ndjej. Duke se Zoti tek mua ka dhënë zërin. Jeni, je, më thëmë, E si mirë lindur është, për meditim, po, është po, e vërtet, është e lindur për meditim, se dhe meditimit i channeloj vetë, do me thënë nuk është se i marrë nga dikush tjetër. Dhe normalisht do thotë që është ajo dhuntia ime pas shumë vitesh që zbulova dhe unë. Si të gjithë këto, si thua, kush jam unë dhe çfarë kam dhurat nga Zoti, është mirë ti zbulojmë herët, po rrugtimet tona në atë boksin ton ti që kemi lindur, si erdhëm, memoria ikën dhe pastaj edhe pse ti ke për shembull për veten time unë e dija që e vogël kush isha në fakt. Por mënyra e një vendi që ishe e rritur, ajo që më ndihmoi ishin kafshët që të mbaja veten në qendër, ajo librat, ë edhe dy prindër të thjeshtë të mirë dhe një ambient i lezetshëm i një fshati të bukur në Gjirokastër, që kam kujtime shumë të bukura, domethënë. Dhe jam me bendimin që fshati është syri që shikon larg. e Qyteti vërtet. pastaj është ajo që ti e ul e se ato në qofë se ti ke kuptuar se kush je që të shpërndahesh. Këtë kam kuptuar unë në atë rrugtimin tim. Tani fol ti për ty, se ti jeton në Itali. Po, unë jetoj në Itali dhe kohët e fundit e ndjej veten me fat që jam këtu. Domethënë që kur kam kuptuar anën shpirtërore, sepse ardha ime në Itali përkoi me fillimin e depresionit, edhe në fillim nuk e kam shijuar shumë, nuk kam ditur ta vlerësoj. S'kam vlerësuar as veten, as kënd, as jetën. Ka qenë një periudhë goxha goxha e vështirë e imja, edhe por tani që jam në këtë rrugtim shpirtëror, Italia më duket një vend i mrekullueshëm dhe e ndjej veten shumë e fatë e bekuar që jam këtu. Edhe jam në një fshat, edhe unë jam në një fshat dhe Italia Shikon, është fshat. unë si asgjë, po unë erdha e lidha sepse e ndjeva atë gjë. Sepse Italia, nga që të gjithë e dimë dhe jam e sigur që shqiptarët janë shumë të lidhur me Italinë, faktikisht jemi real për këtë gjë. Gjithmonë na ka tërhequr gjuha, gjithmonë na ka tërhequr kultura, gjithmonë kemi qenë në Itali. Po, Para shumë. e Me vërtet. mendjen tonë, do me thënë, fluturuse. Në një ditar timin të fëmiris tonë, se unë shkruaj ditar, motra ime që kam në Itali, nuk e dini mas për Italin, as për Amerikën, as për vendet e tjera. Dihet ajo, ishte një botë e mbyllur e jona, edhe në qoftë se dëgjonim në një gjë e heshtim, më thotë unë do t'jem në Itali ku të rritem, edhe unë e shikova kështu, dhe unë i kthej përgjigje, unë do t'jem në Amerikë kur të rritem. Hajde beso ti, dhe të dyja jemi vërtet në vendet që kemi thënë. Ty qa E, të çojë në Itali? e të kundërta historia ime, do më thënë, unë
kisha shumë njerëz në Greqi, isha shumë e lidhur me Greqinë, thoja që unë do jem në Greqi, por në fakt, Do më thënë ke jetuar dhe në Greqi? jo, shkoja nga që i kam Vesh. të afërmit e mi aty, kam shkuar, Uj, shkoja në qa vendin në rria 3 Athën? muaj dhe i kam në Athinë, në Pire, në Fshatra. Kam ë, jetuar 20 vjetë në Athinë. Kam qenë gazetare 19 vjetë do më thënë, 16 vjetë gazetare në Greqi. dhe Edhe Greqia unë është. e njoh Greqinë shumë mirë. Kam ndetur në Greqi 3 muaj për pushime, edhe fillova të flisja greqisht, dhe më pëlqente Greqia, thosha unë këtu do jem, këtu. Mititrisht e mësojmë shpejt greqisht dhe në shqiptare, që është Ne, shumë ne, gjuhë e ne vështirë. mund mendoj. Dhe, Po, dhe ka qenë krejt e habitshme që isha në Itali, sepse unë dija greqisht, dija turqisht nga telenovela, dija spanjisht nga telenovela, italisht dija vetëm ciao, edhe as nuk e prisja që të vija në Itali, po njohja me bashortin tim më ka sjell këtu. Uh, okay. Prej atij Dashuria, do kam më marrë thënë. dashuria. Dashuria për dikë që fillon e dashuron vetëm pas. Po, ka qenë njohje me shkuesi, po tani që merrem me anën shpirtërore e kam ditur që nuk e kam zgjedhur unë, po e ka zgjedhur diçka brenda meje. Tani që e vëzhgoj, që e njoh zërin brenda vetes, e di se, domethënë, nuk ka qenë rastësi. Ky podcast, actually, është për njerëzit heronj të heshtur, sepse ata heronj që përtypin, rrugtojnë, heshtin. Edhe unë e dua këtë podcast për këta njerëz, sepse heshtja, ka thënë Bonaparti, është fatkeqësia e këtij shekulli, e shekullit që jetojmë. Do me thënë, e keqja nuk ka ardhur nga njerëzit e këqinj, e keqja ka ardhur nga njerëzit e mirë që kanë heshtur E ndaj vërtet. të keqes, në thonjza, ose në anën shpirtërore, siç e themi ne, ndaj mësimit, do me thënë. Dhe jam shumë e bekuar që ti sot do flasësh qa të çojë në këtë depresion. Dije që sot kjo fjalë është bërë Po, si më e klikuara, si ta themi, më. Por faktikisht ne paka shumë të gjithë kemi qenë në depresion. po, Do me thënë, kur një shpirt nuk zgjohet, njeriu është në depresion. po, këtë do Disa thoja. janë me fat, dhe këtu dua të më thuash, ku ishte fati ty që të kuptoje që ishe në depresion dhe kalove në anën tjetër që do flasësh ti unë thjesht, do të njoh ty dhe ata që do të gjojnë këtë podcast. Atëherë, unë në fillim, unë them depresion, quaj atë periudhën ku fillova po vuaja, pavarësisht se siç e the ti, ne jemi në depresion kur nuk jemi në njohje të shpirtit, kur jetojmë në mendje racionale, edhe pse mund të jemi mirë, ne jemi në iluzion, sepse depresioni është iluzion. Por, do me thënë, ato vuajtjet e para filluan kur unë nuk pata mundësi ekonomike të vazhdoja masterin, sepse kam studiuar mësuesi cikli ullët, Mhm. dhe nuk pata mundësi ekonomike që të bëja master, të vazhdoja më tepër studime. Universiteti për mua ka qenë periudha më e lumtur e jetës time, për mënyrën se si e kam kaluar me shoqërinë, nuk kam qenë një studente ekselente, kam qenë mesatare, por ka qenë një periudhë shumë e lumtur dhe në momentin që unë nuk e pata këtë mundësi ekonomike për të vazhduar, fillova të vuaja dhe filloja, do me thënë, të fajsoja pak babin tim, se ka qenë natyrë fanatike dhe nuk më ka lejuar që të punoj, që unë t'i nxjerr ato para dhe nuk ka qenë një shumë e madhe për ta ndërprerë studimin. Po ka qenë thjesht një zgjedhje për shkak të babait tim që s'më ka lejuar të punoj, të kem atë lirinë time. Edhe, por pas asaj pata një udhëtim në Greqi dhe e rimora veten, udhëtime të ndihmojnë, po ende nuk isha në anën shpirtërore. Japën një oazë.
Po, ndryshova fokusin, ndryshova vendin edhe e rimora veten. Kështu, por pas i kthehem nga Greqia, pak kohë më vonë, unë njoha me bashkëshortin edhe erdha në Itali. Ndryshimi, do me thënë, njohja me bashkëshortin, ardhja në Itali, E 9 një muaj. njeriu që nuk e ke njohur më shpejt, nuk ka qenë shoku jot, sepse lidhjet duhet të jenë shoqëri para se të fillojnë në tjetrën Po, personale. e vërtet. Bashkëshorti im ka një fytyrë angjëllore, por do më thënë, historia ne u njohëm, unë erdha në Itali, a i punon të kuzhinier me orë të tëra dhe ne nuk kishim kohë për njëri tjetrin, dhe unë filloja të analizoja negativisht. Do më thënë, fillova të vuaja këtë gjë. Edhe mbas 9 muaj ngel shtatzan, ë ende nuk e dija gjuhën, ndryshimi hormonal, të thonë, do më thënë, jemi rritur me atë idenë që do rritesh, do martohesh, do bësh fëmijë dhe sa buku, po në fakt asnjëri nuk më kishte përgatitur Përgatit, për ja. Ja. ndryshimet që sjell ajo fazë. Edhe lindja e vajzës, vuajtja gjatë lindjes, kam vuajtur shumë. Fakti që linda në isha në martinitet dhe nuk kisha mamin të më vizitonte. Ti fole për mamin, më kemi folur bashkë për nanën, sa e rëndësishme është. Unë e kam kuptuar aty, do më thënë, se sa e rëndësishme është ti jesh në emigrim, të lindësh, Në dhe është mitra. shikosh, të shikosh gratë e tjera që vinte mama e tyre, me jema e tyre dhe i fërkon të këmbët. Unë nuk isha absolutisht asnjëri, isha vetë, sepse edhe bashkëshortin ma larguan nga martiniteti, i larguan infermieret për shkak se e zuri gripi. Unë kam lindur në 10 orë vajzën dhe unë ngela totalisht vetë, duke parë italianet që ju vinte mami, ju rinte 24 orë të koka, edhe plus shoqërinë që s'po e llogaris që ishin plot. Unë isha, do më thënë aty, njeriu më i trishtuar në botë, sa që një infermiere më pyeti, a i ke dashur, a i ke sjell në jetë fëmijën me dëshirë. I thash patjetër që po atëherë pse je në këtë gjendje, pse je kaq e trishtuar? Ku e ke ti familjen, ku e ke ti mamin tënd, më pyeti një infermiere. Dhe unë i thash që është në Shqipëri dhe nuk ka mundësi të vi, dhe u mbyta në atë moment. Filluan lotët e ajo më la vetëm në një dhomë e tha ti ke të drejtë të qash dhe unë po të lejoj që ti të qash. Edhe kjo ka qenë domethënë një fazë depresioni. Megjithatë, me vajzën unë kam marrë veten gjatë gjithënjes. Ka qenë për mua një periudhat më të bukura, lidhja me vajzën gjatë gjithënjes, mua më ringriti. Por pak më vonë fillon Covidi, periudha kur do rrini mbyllur, unë marrëveshje shtatzan me djalin dhe pas lindja e djalit shkaktoi disa probleme që më rrezikonin edhe jetën. Domethënë më ngelet placent brenda në mitër dhe Po. fillon aty një kalvar vuajtje shpirtërore, Po. emocionale edhe fizike ndër të tjera. Mitra që ta shpjegoj me njerëzit, sepse unë nga që flas për çakrat, është pjesa e fuqishme që ke lidhje me tokën. Pra, ti nuk e qenë në të tashmen, nuk e ke pranuar këtë të tashmen. Dhe duke mos e pranuar këtë të tashmen, aty krijohen konflikte dhe konflikti krijon këtë sëmundje që me që erdhi momenti të shpjegoj në ana shpirtërore si shpjegohen këto gjëra, domethënë. Dhe ti po e përjetoj edhe në anën e materializuar këtë lloj konflikti. Po, e vërtet. Domethënë, duhet të them që unë edhe kur isha vajzë e re, domethënë, tani e kuptoj, domethënë, se sa shumë në mendje kam jetuar. Unë s'kam qenë fare në prezente. Unë isha një e e lumtur atëre, po gjithsesi në mendje, gjithsesi në një Asnjëherë në botë zemër. iluzore. Më duket, mendoj që jo. Mu është dashur shumë punë për të qëndruar në zemër.
Kam qenë shumë e papërqendruar. Megjithëse isha mirë diku, por tani ajo që jam mirë tani është komplet tjetër. Kjo fazë e vështirë e imja ë, më bëj që kjo solli pastaj dhe vuajtje, shumë vuajtje, për shkak të problemit që kisha me gjatë kësaj periudhe, në spital, vajtje ardhje, problemi nuk po zgjidhej. Ti Mjekët mos tani u bëre për herë të dytë nën në një po, kohë të shkurtër që flitet sa është goca ishte kur ke ngel shtatzan. 3 vjeç e gjysmë. Ok, në një 3 vjeçar, sa jeri më këmbur, si të thuash, disi, Po, ti përballesh, pra, ke qenë në një Shqipëri ashtu kaotike të lezetshme me ëndra qa janë ato që Shqipëria ti jep ato iluzionet e saja. Diku thash e theme, diku njëra, diku tjetra, edhe si kur kalon ajo dita. Nuk ja asnjëherë në atë si thua në themel dhe shkon në Itali, shkulet kjo pemë, sa ka bërë Filiz, kështu e quaj unë emigracionin, dhe shkon në një fshat përballë të Italisë dhe përballet totalisht me veten e saj, me një burr, një bashor që nuk e njeh fare, se nuk e njihje, është po e reale kjo vërtet. gjë. E Që të vërtet, njohësh një njeri duhet jesh shok para se në anën shpirtërore nuk e vërtet. shpjegohet, nuk lihet kjo që të vesh ti të martohesh, të bësh komitme pa e njohur. Dhe këto kanë qenë të gabuara. Nuk është gabim ta njohësh dikë, na dikush, nuk ka rëndësi se si e një tjetër. Rëndësi ka sa hapësirë japim në njëri tjetrit për ta njohur, para se të fillosh të bësh fëmijë, para se të fillosh të përgatitesh. Pra, ti një 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 gjini femërore je përgatitur me një direkt në një uhodhesi në një oqean, Patjetër, si trampolin. si Ë, trampolin. Dhe Po, kjo është brezi juar i ri se ti je shumë ere. Me thënë, unë jam kjo pas, 32 vjeç, do me 32 thënë vjeç ti që je bëj me qenë pas shoh. 90-ës, do me thënë, ju jeni pas, jo ne para 90-ës, ju jeni pas 90-ës, e një Shqipërie kaotike, e një migracionit të përhershëm, edhe një evolumi disi, Po, edhe një thonjza civilizimi të shfrenuar. e vërtet. Të pa balancuar, do me thënë, ky brez si juaj, në base mos gaboj ti më shpjego, dhe unë mendoja se këto neve që kemi ikur në thojza, kemi menduar se këto po shuhen në Shqipëri. Unë jam vajzë fshati dhe në fshat ekzistojnë ende. Dhe Në fshatë të Malësis apo në po fshati ndryshon, unë jam nga një fshat i Korçës. Korçare. Po, Mhm. ëm, Ndryshon, në fshati i merë më vonë këto informacionet e një civilizimi po, ndryshe. tani shikoj shumë ndryshim tek të rinjt në fshatin tim edhe më bën qefi. Herën e fundit kur isha në një anë, u ndjeva e lumtur, nga ana tjetër e lumtur për vajzat edhe për rinin që po shikoja për ndryshimet ë, që ki që që shkonin, studionin, jetonin në shtëpi me qira në Korçë dhe unë që duhet të flas, se unë jam 32 vjeç si se ti, dhe për rinin time duhet të them në kohën time, sikur jam 80 vjeç. Ë, nuk flitej që unë të jetoja në shtëpi me qira të rria vet, nuk bëj fjalë. Nuk më lejon të familja. As nuk e kam kërkuar sepse e kam ditur se si do ishte përgjigja. Edhe shikoj rinin sot dhe nga një anë unë ndjeva e lumtur, nga ana Jo tjetër merrni. mësove nga kjo, për shembull, që prindrit kanë pasur një koncept, për shembull, që e dim gjithë, fanatik. Ë, dhe për mua fanatizmi nuk ka të bëjë se je në fshat apo je në qytet. Fanatizmi është dhe në Greqi, ka shqiptarë që janë fanatik edhe në Greqi, edhe pse ambienti në Greqi është ndryshe. Ka fanatik që janë në Amerikë që jetoj unë, shqiptar, ose ata Shqiptarët janë historik do që edhe mbajnë atë kulturën, në thonjza, në mënyrë, atë mënyrën e të rriturit, mos ti nuk më pëlqen ti stereotip njerëzit. Por edhe ka dhe në Itali, po thuaj se njerëz që akoma e kanë janë të punojnë. vështirë të Po, përshtaten me ndryshimin, desh të thoja më mirë se sa ti themi që janë brava, se është nuk më pëlqejnë. Unë kujdesem shumë për fjalën, domethënë fjala ka pushtet. Dhe si ka mundësi që ti, edhe pse e dije që prindrit nuk do, si nuk more atë guximin që ta shembje këtë lloj
Kam pas stereotip, do me Ë, thënë. kam pasur shumë frikë nga babi. Unë kam qenë një fëmijë shumë i ndrydhur. Do me thënë frika, këtu më ço. Po, frika. Ok. Mm, Mhm. unë për të shkuar në mbrëmjen e maturës e kam përgatitur babin gjatë që në vitin e parë të gjimnazit, duke ja thënë dal nga dal, duke ja kërkuar, duke i thënë që do shkoj, duke thënë se kam mbrëmje mature. Dhe për të shkuar një natë tek shtëpia e shoqes time të ngushtë jam lutur 3 vjet. Kështu që ka qenë shumë i fortë Pra, fanatizmi i babai madh. në shtëpinë tënde të ka, të ka, të ka padashur, kjo është e vërteta, të ka treguar ty se ç'është autoriteti i dhunshëm. Është dhunë kjo për mua, unë e quaj dhunë. Do të thënë, prindri që nuk ulen këm kryq me fëmijën, çaj do nëna apo babai për t'i shpjeguar, dhe thjesht për t'i ndaluar, unë i quaj që ti ke përjetuar dhunën e pan nga njeriu më i afërt i joti që është E babi. vërtet, e vërtet. Orientimi, ai që quhet orientimi. Tani, kjo sa ndikoi tek jeta jote? Se e ke lënë Shumë. te çuni, sepse gjithçka filloi te çuni, dhe çuni është babai, është ana maskullore e jote. Biologjia mashkullore, po. Mhm. Pra Ndikoi ti u përballe shumë keq me këtë gjë. Si e kalove këtë jam më shpjego të lidh përsëri aty tek. Ok, ishte kjo faza, domethënë kur kuptova që kisha këto probleme pas lindjes, ndërkohë që mjekët më thonë që rrezikon jetën, mua nuk më trembi. Unë nuk e kam pasur frikë vdekjen, nuk kam pasur frikë vetëm babi edhe jetën. Edhe Ah, do të thënë ti nuk ishe frikë të vdesje, jo, po kishe frikë të jetoje. po, e vërtet, aq shumë ka ndikuar, domethënë, Wow. Do të kushtëzimi. thënë, më mirë pranoje të vdesje. Po, mentorët, domethënë mentori im kur e ka bërë një pyetje sepse mentorët shpjegojnë që vdekja nuk ekziston, domethënë dhe ti e di shumë Po, mirë, është e vërtet, po, ne ekziston është vetëm vdekja e egos. për botën materiale Po, është e unë egos vdekja. unë kam thënë jo dhe nuk kam pasur frikë me të vërtet nga vdekja vetëm nga babi dhe nga jeta. Domethënë frika ime më e madhe. Dhe kur mjekët më thanë që situata jote është aq delikate, sa që nëse ne nuk arrim të kontrollojmë hemoragjin gjatë operacionit ti rrezikon jetën, unë nuk ndjeva asnjë lloj frike, asnjë lloj trishtimi, asnjë lloj diçka që e kam dashur vetë. Ë, Edhe nuk mendove se po të ndodh diçka ku do ngele goca? Harove gjithçka. në atë Po, moment të po, shkurtër, jo. u shuan të gjitha. Unë mora pastaj pas pak lajmin që ndroi jetë xhaxhaim, dhe xhaxhain tim e kam dashur shumë, por përsëri nuk ndjeva dhimbje. Edhe u përpoqja që ta quaja forcë, por në fakt unë u ndjeva e fikur, u ndjeva si një robot. As dhimbje, as trishtim, as Po, gëzim, tova. as lumturi. U Më merr, dorësove. Ishe po, dorëzuar. më merr pastaj vjera në telefon dhe më tregon fëmijët e mi. I vështrova Frida dhe unë e kam thënë dhe e kam pranuar këtë gjë që nuk ndjeva as dashuri për fëmijët. Kjo është, pra isha totalisht robot. Vetëm se Po, unë kur humbet ndes, dashurin për veten është besoj. normal. Besoj që në atë moment unë ndes një pikë dëmshurie, dëmshuria është emocion i lartë, i duhet ta di shumë mirë, që pastaj thash këta fëmijë kanë të drejtën që të kenë një nënë që të jetë e plot, që të rindizet, që të rikthej domethënë jetën. Pavarësisht se isha e fikur, por unë do them rastësisht edhe pse rastësi nuk ka, kam thënë në ato momente që do bëj gjithçka për të dalë që këtu, dhe kam përmendur në atë moment e mbaj mend që unë nga sot e tutje, unë do kërkoj vetëm shëndet, do kërkoj të punoj, do kërkoj të rikthej, domethënë gjithë këtë dashuri që më mungon, gjitha emocionet, dhe me gjysmë zëri e kam thënë do kërkoj edhe para, gjithçka.
nuk e di, më erdhi kjo thirrje e tillë pavarësisht se na Pra ke vjen. bërë një pohim në, në ndërgjegjen tënde që u fik, që mbaroi, Po, që, që të kuptojnë dhe njerëzit që të da dëgjojnë këtë podcast edhe jam e sigur që ti ka shumë goca që do janë ndjerë kështu. Dhe ti po e përfaqëson vërtet. një brestën pas në të djetës që janë ndjerë të trysnyara të na opinioni dhe në të njëjtën kohë nga informacionet që merrni të shumë. Edhe edhe ju përballët me atë që quhet frika dhe ti fole për një frikë jo për vdekjen që është shumë e fort kjo. Fole që ti të kishin krijuar frikën që ti të jetoje. Është shumë E vërtet. mallëngjyse kjo, domethënë. Po, domethënë, për mua depresioni ka qenë edhe një periudhë reflektimi i thellë për Reflektimi, të po, gjitha këto. po, është E, maska që të dhe, hiqet, a po, vështirësh. dhe, unë, se, domethënë, traumat e mia të para shfaqen në moshën 6 vjeç kur më ka fshoj qeni. Më mbrojti mami, me krah isha me mamin, por frikrat që u futën brenda meje, domethënë, pastaj nga ana tjetër, unë fillova të kisha, aty lindi frika e parë, frikë nga errësira, frikë nga kafshët, dhe doja të shndroja midis njerëzve. Doja që, edhe pse më bullizonin për këtë gjë, sepse unë nuk dilja më vetëm. Unë doja njerëzit. Po nuk Tash e një bullizohesha në horoskop më njëna? binjakët. Okej, binjakët e kanë këtë. E E, kanë të njëna sociale e shenjës së tyre që janë të lindur për komunikimin, janë të lindur për të qenë, e, nuk janë brenda, duan më shumë out. E po, kanë shumë të rëndësishme këta. do më thënë, në Frida e kam shumë të rëndësishme do më thënë ta tregoj këtë. Unë pata frikë nga kafshët, mora frikë nga kafshët nga errësira dhe doja të rria midis njerëzve pavarësisht se më bullizonin për frikën time. Pastaj më sulmuan njerëzit. Në moshën 12 vjeçare unë jam ngacmuar seksualisht. Edhe më rëtashur që ta përball jetën me të gjitha këto. Pra, depresioni ka qenë për mua një periudhë e thellë reflektimi që unë pavarësisht gjithçkaje do duhet që të merrem me vete. Pra unë mendoj që po të mos kishin ndodhur këto gjëra, nuk do bia në depresion. Do shta mund të mos isha njëri i zgjuar, do isha në lumturin iluzore, euforin, por gjithsesi, domethënë, ajo errësirë që unë e kalova, ai depresion, ishte depresioni më tregoi që unë duhet të punoja dhe duhet të merresha me veten me të gjitha këto. Jam dakord me këtu. Depresioni e pe. Çfarë bëre ti? Çfarë teknike ndoqe? Sepse, okay, do ta dëgjoj njerëzit aty, do thonë, okay, dhe un jam depresion, po ku s'di ku të kapem, s'di ku të e ke parasysh është si ç'a mund të bëj në këtë moment. Domethënë ti çfarë bëre? Atëherë unë Pasi fillova. pe këtë depresionin e reflektove, ç'a Po, ndodhi aty? e pranova këtë dhe pranova që kisha nevojë për ndihmë dhe fillova të konsultoj me psikolog. Pra, Po, hapi i parë ka qenë kërkove ndihmë. hapi parë ka qenë me një psikologe. Okej, ka qenë për mua një person që unë e shpreha atë që mbaja brenda, që s'ja tregoja askujt, por nuk më ka dhënë asnjë teknik, asnjë këshill se si të dal. Dhe nuk më mjaftoi kjo, ndërkohë që gjendja ime rëndoi edhe unë doja të shkoja tek psikiatri, por diçka një zë i brendshëm më ndaloi që Zoti. mos të marr Më medikamente. falni, më falni doktor të psikologëve të psikiatrëve, po u kam shumë për zemër, po u duhet të lidhen me të lartën që E të vërtet, shërosh njerëzit. e vërtet, po e vërtet. Dhe ëm, Sepse krijohet përsëri një bisedë brenda, pra ti ishe te mendja, ti nuk ishe nevojë të ishe te mendja, domethënë. po, më thënë, më vjen keq ta them, por nuk gjeta zgjidhje tek psikologët. Ja që është. E fillova Ti pas. hap, ti e hodhe, ç'rën si ka, domethënë, ti fillove Po, hapi. unë fillova të mbaja të premtimin që i bëra vetes. Atë ditë, Edhe, në atë spital, në atë moment tragjik të ndin, ti ke bërë një pohim, pohove. po, Pohimi po, është fuqi, po, domethënë. do bëj gjithçka për të dalë që këtu. Pohimi ka qenë do bëj gjithçka që të dalë që këtu. Është e vërtet.
Pastaj, më shfaqëm disa video, po themi rastësisht, megjithëse e tham që rastësia nuk ekziston, për zhvillimin shpirtëror. Dhe fillova të dëgjoj ligj tërheqjes, mua më bëri klik me një herë, shpirtërore, ana shpirtërore. Më bëri klik me një herë. Shumë njerëz e refuzojnë, thonë që kanë këto budalli që unë e shikoj edhe tani. Njerëzit kur i flet për shpirtërore, disa duan pretendojnë se mund të shërohen me specialist të të diplomuar. Edhe mua më kanë bërë klik me një E, herë. njerëzit janë të lezetshëm, predikojnë Krishtin, po Krishti nuk ishte asnjë diplomë. E vërtet. Predikojnë Budën, po Buda nuk u shojte asnjë. Predikojnë njerëz të mëdhenj, Carl Jung e gjithë këta, domethënë që është një listë shumë e madhe që po asnjëri nga këta nuk u ju desh diploma. Po ta them dhe unë as mu desh diploma në anën e gazetarisë që është një nga dhe arrita nivele goxha të rënda. Është Zoti ai që të Është drejton. talenti brenda nesh, është Është vetë besimi. vetbesimi, besimi në ekzistencë. Ti përmende Jezusin, edhe Jezusi quante talentet cilësitë shpirtërore, dashurinë pa kushte, dëmshurinë, faljen. Domethënë këto janë ato që besimin në vete, këto janë ato që duhet t'i lejosh që të rritin brenda teje dhe të heqin jetën tënde. Janë Aty këto. janë ato, thjesht duhet i aktivizosh. Po, ti njohësh, po, e vërtet. Po. Dhe do më thënë, unë e pranova spiritualitetin, vetëm se kam qenë 4 vjet duke praktikuar teknika meditative, teknika shumë të ndryshme, por nuk i përjetoja, do më thënë, ka qenë një. Mua më ngriti fjala e tyre që çdo gjë ka zgjidhje, nuk keni pse të keni mendime vetvrasës për çdo gjë ka zgjidhje, ana shpirtërore është shumë e fortë, por unë nuk po përjetoja meditim dhe mbas 4 vite praktikash pësova një Rikthimit i frustrim. brendshëm që të kërkuarit tënd, po? Pësova frustrim sepse nuk hyja në meditim dhe asnjë mentor nuk ma shpjegonte pse. Dhe më thoshin që ti nuk je gati dhe kjo ishte diçka që më frustronte sepse unë e kisha kërkuar, e kisha pranuar, më kishte bërë klik. Po pse unë nuk po hyja, pse çakrat e mia nuk po liroheshin, nuk më shpjegonte dot askush këtë gjë. Derisa fillova që të jap vetes një mundësi të fundit me një mentor italian, me të cilin bashkëpunoj, dhe quhet Alessio Stortini, Po, e kam dëgjuar, Alisa. përmend shumë fjalët e Jezusit dhe si instrument të rritjes së vetdijes përdor artin, poezinë, pikturat. Dal nga dal ka qenë një proces shërimi gradualisht. Unë ende punoj me veten, sepse puna me veten nuk mbaron as në nivelet e Jo, Jezusit. thjesht kalove atë momentin e post-depresionit. Po, Arita, unë flas në publik, unë nuk e mendoja për para disa vitesh që mund të dila të flisja, që mund të jepja një intervistë, që të thoja mua më kanë ndodhur këto gjëra dhe unë jam këtu që të ndihmoj ata që kalojnë të njëjtën gjë si unë. Unë kam qenë e mbyllur, unë me një person të familjes nuk flisja dot. Kështu që unë jam shumë mirë, vazhdoj punoj me veten, edhe fillova do me thënë që të hyja në atë fazën e bashkimit të emocioneve, të lirimit, të vetëdijsimit, dal nga dal, gradualisht, me, me këtë mentor, pra me Alisë Stortin. Është shumë e rëndësishme personi që zgjedh për të çuar shpirtin te dorë e Zotit. Po, e vërtet. Sepse njerëzit kanë një kundërshtim me fjalën Zot. Edhe është e lezetshme, sepse kur ti e thua Zot, do me thënë nuk besoj, thot tjetri. Dakord, me ty jam dhe shumë mirë bën që mos beson, por kur je në vështirësi, pse kërkon Zotin? E Ok? vërtet. Ti del në një kontradikt të vërtet dhe nuk e bën pyetjen vetes, more pse kërkoj unë Zotin unë në këtë moment? Unë kam thënë vetes që nuk ekziston. Pra, ç'është kjo? Do të thënë pyetja, reflektimi i kontradiktës tënde është një hap shumë i mirë për njeriu të çlirohet them unë, do të thënë. Patjetër. Nga ana dhe
Atë që kam kuptuar unë në këtë lloj rrugtimi tim që mësoj shpesh çdo ditë nga çdo njeri dhe që rritemi bashkë sepse në ndërgjegja është një, oqeani është një, lumenjt janë shumë, burimet janë shumë dhe Zoti ka shumë burime për të çuar te oqeani. Tek vetja e tij. Oqeani është vetja e tij. Pra ne jemi shkëputur nga oqeani, kemi vajtur në një burim dhe duhet të kthehemi nga burimi të kthehemi përsëri te oqeani. Pra ne këtë rrugtim bëjmë. Kjo është ajo rrugtimi jon. Dhe përballemi me frikra, me gjitha ato që morëm nga prindërit, po dhe nga jetë e mparshme, sepse duke zgjedhur këta prindër, do të thotë që jeta e mparshme jona ka zgjedhur, për njerëzit nuk e besojnë që ekziston jetë e mparshme, it's okay, nuk e komentoj këtu, sepse e, çdo gjë që nuk e ke përjetuar, normalisht njerëzit dhe nuk mund ta kuptojnë dhe është mos e respektueshme. Tani, ky rrugtimi jote i shërimit tënd, se po su shërove nuk rritesh. Po, e vërtet. Si e ke lidhje me babaj? Ndjej shumë dashuri për ta, Dhe sepse si reflekton tani babaj pas kësaj? babai im, Dua të shikoj këtë pjesë që njerëzit të kuptojnë që është shërimi në të vërtetë. Babai ishte figura që të kishte krijuar gjithë këtë po, dhe gjithë kjo erdhi nga babai. Ai, domethënë, ka qenë mësuesi më i mirë i joti. e vërtet. Si ka ndryshuar? Si është marrëdhënia sot pas këtij mentori që ke bërë shërimin? Ajo që unë ndjej për babin është dashuria pa kushte për veten dhe për atë, sepse unë e kuptova që nuk ishte ai, por duke luftuar me të, luftoja me energjinë time maskullore brenda vetes time. Dhe ajo që ndjej tani është vetëm dashuri pa kushte për atë. Ëm, Marrëdhënia ime me atë është shumë e mirë, jo vetëm me atë, por me çdo njeri. Megjithatë, unë nuk e di se si do reagoj ai pas kësaj interviste të dhënës se e dëgjon, sepse unë do i shpreh